nga këto tituj mundohem që të reflektojmë dhe të sjellëm informacione sigurisht për diasporën normalisht, sepse disa nga ne i lexojnë gazetat, dikush blen gazetë, ka në Kosovë interesant dhe ata që i blen gazetat dhe i kthejnë, është më mirë, do të i blejnë për gjysmë, me çmim për gjysmë dhe i kthejnë prapë. Sonte kam ftuar dy mysafirë të veçantë, mbase Kosova po kalon tranzicion, thojnë s'di që 20 vjet edhe 50 vjet Kosova do të kalojë tranzicion. Në vazhdimsi kemi diskutime sociale, pse është kjo kështu, pse në Kosovë kështu, na jemi të smut, jo diçka, të gjithë do të kanë pyetje të vazhdueshme dhe kërkush nuk po ndërmerr iniciativë. Kemi mjaft analista politik, po sociolog diçka po heshtin. Dhe mendoj që duhet të aktivizojmë sociologët dhe jo politikanët dhe të shohim a jemi mirë në kry apo jo. Sonte kam ftu disa antarë, dy nga antarët, apo themelues të shoqatës sociologëve të Kosovës, po ashtu edhe në publik, kam sociolog këtu, faleminderit shumë për prezencën. Ti ftoj pastaj na të bisedojmë. Ftoj para jush, njeri është antari shoqatës botërore, sociologët pa kufi, përndryshe profesor, edhe në Universitetin e Prishtinës, zotëri Fadel Maloko. Lutem. Mirë se ke ardhur. Edhe një studente, sociologe, po ashtu aktive, Ambera Kelmendi, mirë se ke ardhur. Faleminderit Blendi. Mirë mbroma, mirë se erdhët në Face Show. Mirë mbroma. Besoj që mund të jeni mirë, relaksoni, ka pije, edhe relaks bile edhe pija quhet. A dërmi u shërbjune apo shërbeni vetë? Jo, shërbemi na vetë, faleminderit shumë. Para se gjithashtu kisha dashur me i përshëndet kolegët, të cilët unë dëshiroj që kamera her pas herë të kthehet ka ata për shkak se shoqata e sociologëve të Kosovës është formuar duke i falendëruar këta pjesëmarrës këtu. Urime për shoqatën. Masi veç filluam pa dashur të hy në biografinë tuaj personale, dim që je doktor i shkencave sociale, ke botu mjaft libra, ju shohim vazhdimisht sociolog normalisht. Keni botu mjaft shoh vështrime sociologjike, shumë punime tjera, po ashtu edhe Ambera është aktiv, ka një qasje kështu të analitike për fenomenet sociale, po ashtu i njoh disa nga studentët tuaj. Fillimisht me të pyet për shoqatën, çka po bëni, cili është synimi i shoqatës, pse keni themeluar shoqatën? Po, para se gjithashtu duhet të them që ne si mjek të shoqërisë, ne jemi mjek de facto dhe de jure, duke parë parasysh që kaluan një periudhë kogja e gjatë prej pas luftës së këndej, domethënë se iniciativë nga kolegët që janë pranishëm të shumica, na lindi ideja që formojmë një komunitet shkencor i cili në fakt është domethënë ma kompetent mirët me punët edhe me diagnostifikimet apo po edhe me terapitë që i nevojiten kësaj shoqërie, me siç përmend ju në fillim, domethënë jem në një proces të tranzicionit, në një proces të vetëkërkimit në identitetit të ri, për shkak se Kosova, nëse e marrim në rrafshin social, është një Eldorado, them ashtu, ose një tokë. Po, një tokë e pashkelur, edhe unë shpesh ju them studentëve që ne duhet të jemi ata që do t'japin diagnoza. Mirë, po në këtë farë rrugtimi të themi kështu, kem konkurrent, i kem antropologët, i kem politikologët që na përzihen, juristat, kështu që na tash e kem. Psikologët. Po, psikologët, ma pak, por politikologët sidomos që thonë që janë politikologë, kështu që na tash e kem bënë një shtëpi të vogël aty edhe po mendojmë që në të ardhmen të jem ma kompetent, të japim diagnoza dhe të provojmë, edhe unë pres shumë prej këtyre kolegëve që janë këtu. Çfarë do të bëni saktësisht këtu? Metoda hulumtuese apo? Ja, merrni temë caktuar apo? Ideja e shoqatës, formimit të shoqatës sociologëve ka qenë kjo. Domethënë të formohet një komunitet shkencor i cili me kompetencë do të bëj do të jap diagnostifikime për proceset në për të cilat po kalon shoqëria kosovare. Ne individualisht mund të shkruajmë, mund të japim diagnoza, mirë po kur të jem të organizuar si komunitet e ke më lehtë. Një. E dyta, shoqata e sociologëve të Kosovës në fakt ishte një kërkesë e kahmëshme, për shkak se ne në vitet 90 kem pas një shoqatë të sociologëve dhe të filozofëve,
e cila me kompetencë, edhe çka është më interesant, ndryshimet që pasuan në vitet 90-ta që ishin krejt në Evropën lindore, faktikisht ajo arriti që të artikuloj kërkesat sublime të shqiptarëve për pavarësi. Ma vonë erdhen partitë politike, jem dëshmitar gjithë, që partitë politike ma vonë u sistemuan, edhe si pasojë e kësaj lindi Lidhja Demokratike, në formë lëvizjes, ndërsa pas luftës u bën një pauzë. Domethënë, pasi që hyni në këtë Po kishim do të obligime tjera, një marru shtëpia sende. Po. Domethënë ishte ajo shtëpia që po aludon ishte shteti. Edhe shqiptarët e Kosovës ishin para një dileme të madhe, të bëjnë shtetin apo shtëpinë si e quheni ju, apo të ndërtojnë demokracinë. Edhe në fund shqiptarët vendosën të Kosovës që njëherë duhet ta formojmë shtetin, që u arret fal sakrificave edhe gjithë atyre gjeneratave. Në vitin 1999 e këndej, domethënë, shkuan pastaj edhe një dekadë e tërë edhe ne ma në fund pas 23 vite arritëm me formu shoqatën e sociologëve të Kosovës. Ju uroj sukses o diagnozat sakta. Sa më të sakta. Edhe pse shumë vështirë do të jetë, Po është vështirë për shkak se çdo gjë është në lëvizje. Zakonisht kanë çaste njerëzit të dini kështu në zhargonin jetën e përditshme thonë, vështirë me ran fije këtij populli pasha zotin. Jo, a keni vështira jo? Na nëse i him, domethënë japim diagnozat sakta, edhe publiku ka me na përkra. Mirë, po na jemi në një fazë të, siç e thash në fillim, në një proces të vetkërkimit të një identiteti të ri. Për shkak se njërën anë kem vërshim të vlerave të cilat janë me ardhin e demokracisë, në anën tjetër kem dilemat mëdha të lëshojmë këto vlera, këtë sistem të sjelljeve, të themi kështu, kolektive të cilën shqiptarët prej mosthimat të historia e këndej, tashti është një ballafaqim i dy sjelljeve, domethënë një traditë. Jemi në konsolidim, thotë. Janë vetë kërkim. Mirë. Për Kosovën, Kosova do thotë është dashur me rindërtu veten në mënyrë materiale, në pjesën materiale, rindërtimi i shtëpijave të tjera, dhe kemi pjesën tjetër rindërtimin shpirtëror, apo? Padyshim. Ti flet për rindërtimin shpirtëror. Na jemi. Mirë. Tash. Ja psikolog. Mirë. Kur jemi te psikolog do thotë kështu. Një prej psikologëve që ka qenë në emisionin tim tregon që kanë bërë një hulumtim gjitha trojevat shqiptare për të spjeguar për një analizë që kanë bërë për strukturën e karakterit të një shqiptari. Do të thotë nga psikologjia kolektive apo për ta definuar një strukturë, tiparet kryesore të një shqiptari dhe kishin hasur në dy defekte, në përfundim kanë ardhur, në konstatim në farë forme, shqiptarët në strukturën e përgjithshme, dhe dy defekte janë evidente të vazhdimisht dhe identifikojnë do të pjesën e dëmeve historike ndërtimit social, është një mos përgjegjësia ndaj punës dhe detyrës, dhe dyta shqiptari nuk i beson shqiptarit. Këto dy defekte. Po tash unë këto dy defekte i kisha rrotulluar, i kisha bë pyetje, jo përgjigje, jo konstatime, si sociolog, se shtrohet pyetja tjetër fundamentale që mendoj. Pse ishim historikisht pa përgjithshëm? Do të thonë, konstatimi se ishim të papërgjithshëm nuk e arsyeton. Profesor, jemi duke zbërthyr shumë. Unë nuk jam sociolog me profesion, ju vazhdimisht qasën e kemi vështrimet i keni sociologjike më të thella, dhe më analitike, po ndesha me bo pyetje si qytetari i Kosovës. Sjelljet sociale që i kemi sot në Kosovë, a do të merrni për shembull pse neve nuk na pengon bërllogu? Vazhdimisht jemi dyqyr si veç bërllog. A ju pengon juve pse për shembull është një fenomen shumë interesant, shumë i thjeshtë, nuk do ta nënçmoj profesionin tuaj dhe nivelin tuaj, po pse në çdo WC kur hen do të shqiptarët në një restoran ose dikon gjithmonë ka letra. Thotë lshoje ujin, mos e bën këtë, gjuje letrën, merre shpuzën, bën e këtë, thotë lshoje ujin, bë. Kjo është një kulturë. Padyshim. Është detaj i thjeshtë, do thotë, po pse kjo nuk has diku në përballë. Për me ta ilustruar me një fjali, studentët që janë prezentu kanë bërë një hulumtim në Prishtinë, për shkak se Prishtina është një vend, një kryeqytet që në mas pari nuk ka një WC publike. Edhe iniciativa ka lind prej tyre që të interesohen të shohin
cilat janë nevojat edhe pse nuk ka një WC publike. Që bre mu mirë me probleme konkrete. Po, edhe është e vërtet, edhe na duhet, edhe unë i thëmë këtyne që ne duhet nisemi temat kur zgjedhen, për shembull, me eksplorim, të marrim diçka, ju them për tokët, tema vogla, thjeshta. Kanë bo lëmtime. Na ma shumë mirë me problemet amerikanëve, gjermanëve, atje mi au zgjedh, donë që jemi analitik, kështu shumë ata thellë. partikolog, na ne nuk përzijem, ata thonë, na e jonja është me jap, dhe me thonë për jetën e përditshme, jetën sociale. Edhe kjo është esenca. Dhe unë kujtoj që në të ardhmen eksperimet e kësaj natyre do të cilën rezultate, diagnozat sakta. Cilë studenta kanë bo këtë? A janë prezent? Po që edhe Ambera është, Edhe Ambera është, ha? Ambera. A keni bërë bashkë do të edhe kolegët, ha? Janë grupi këtu që kanë marrë, për shembull, për nevojat, pse, për shembull, në Prishtinë nuk ka një WC publike. E pse s'kishte? Ambera, pse s'kishte WC publike? Ishte problem, do me thonë kishte problemet natyrave të ndryshme, edhe qytetarët u nisën në faktin që, edhe me vetë faktin që ekzistojnë parqet në për Prishtinë, nuk i vizitojnë në aq WC shumë. publike. Në realitet që ashtu se tash ishin gjenerata që na e kemi prej kanë qenë gjenerata e mesme, do me thonë 30 deri në 50 vjetë, edhe ata i ka nevojat pak ma të ndryshme se sa një i ri për shembull edhe nuk i përballon asaj. Edhe urinon aty ku të mundet. Edhe nuk e ka problema qillon park, qillon afër komunës apo afër parlamentit. Nuk e ka probleme, me rëndësi është mu kry, do me thonë, procesi. Për me ilustru me një fjali, dhe me thonë, studimi dëshmon, në fakt, si rekomendim ka dalë, që përveç mungesës, dhe me thonë si nevojë që nuk është pasoj e sjelljes që e kemë si kulturë tonën të përditshme, po është edhe pasoj që institucionet, dhe me thonë, kjo është edhe refleksion i mungesës për kujdesjes së institucionit Tash kemi problem relacionin qytetar-pushtet. Po. Do të pushteti nuk kujdeset për nevojat e qytetarëve. Pushteti. Ata që udhëheqin shtetin janë përgjegjës. Po, komuna është shteti, nuk kujdeset për qytetarët e vet. Kjo është një rekomendim. Sepse qytetarët kanë kërkesa të caktuara. Po. Mirë. Qytetarët kanë kërkesa për WC publike, shteti nuk ja mundson. Edhe, do me thonë, përdoren tjera metodat, cilat janë... Po qytetarët protestojnë duke urinu gjithandej qytetit. Mirë, do të më fani, sepse e zbërthymë një farë formë, do të njërë kështu me një jargon, do të me kuptu gjithë qytetarët. Çka më kalon për shtypje tjetër të kultura e sjelljes, kur jemi, për shembull, shqiptar, shohim do të presim në një terminal për të prej një aeroporti të Evropës për me arë në Prishtinë. Dhe sa të kulturum janë, sa të sjellshëm, të dinë rregulla, gjithçka. Po sa të zbresim, të ateron aeroplani në aeroportin e Prishtinës, nuk kam gjatë, do të asnjë fluturim që ka marrë në Prishtinë dhe nuk e ka tërheq vretin stjuardesa, oloni, mos u çani, pretni, të lëvi aty, të lëvi të çantat, të bagazhi, ka sjellje me njëherë sjellje të shturura. Me këtë fenomen, a i një marë në herë. Njerëzit e njëjtë, pse kanë kulturë në një geografi tjetër dhe nuk kanë kulturë sjelljes në Kosovë? Po ta jap një shpjegim të mundshëm, hipotetik, që nuk e ka bazamentin të një eksplorim empirik. Shpjegimi jam është se, kur dalim jashtë, ne dëshirojmë si popull, tash me adresu kësaj historisë, dëshirojmë mu identifiku me vlerat, me sistemin, me respektimin e rregullave të ligjit atij vendi, ndërsa kur kthehemi tek ne, në mungesë të këtyre rregullave, këtyre ligjeve, ne faktikisht i kthehemi vetvetes në thojza, kështu të them, edhe i bëhemi në farë mënyre asocial, në kuptimin që nuk e respektojmë, po tashti nuk e respektojmë se edhe nuk kemi çka me respektu se nuk ka rregulla që e rregullojnë. Te bagazhe për shembull, te pritja atje. Kur e ki për shembull, unë i them shpesh studentëve, nëse më përëndim këta që kanë shku, që shumë pak kanë shku, që kjo është një fenomen shumë interesant. 99% këta nuk kanë dalë jashtë, kjo është diçka tjetër. Liberalizimi. Jem të izoluar. Për shembull, e ki mos e shkel barën. Ti e ki dënimin 20 euro për shembull. Ti e shkel një herë, por herën tjetër, edhe ligji ka vëdësu dhe ka kriju sjelljet të patjetër. E këtu është vallësia e demokracisë. Demokracia nuk është asgjë tjetër veç se respektim strikt, rigoroz i ligjit. Kur përmendëm ligjin këtu, am lejoni
do të pas jeni edhe këtu, unë kanë një rubrikë të re, quhet Facebook, dhe kam 5 mendimtar të mi, dhe që ata postojnë vazhdimisht, dhe unë kam marrëveshje me ta për t'i postu disa nga mendimet e tyre që ata shprehin, në formën, në formulime. Jo, ju nuk jeni. Ju nuk jeni, po unë po i lexoj, na mundi me ndërkohë dhe me diskutu bashkë. Edhe pse Amberës nuk ja dash fjalën, do isha me të pyet për relacionin profesor-student, sepse mazhjeve që ke edhe këtu profesorin, po kështu në përgjithësi, a jeni profesorat kështu, mi po? Fatmirësisht na, domethënë, në fakultet në sociologji, fatmirësisht, po thonë fatmirësisht, në thojza i kem 5 doktorat sociologjisë, edhe me ta mirëm prej vitit parë deri në përfundim të masterit. Jam i njoftja, s'ki qka tjetër. Se ka student që i njohin vetëm me emën, po me po kështu se njohin profesorin. Ose ka student që e nje përmes që është deputet e jo profesor, edhe këtu është, do me thonë, tendenca tjetër që a e nje përmes ekranit, jo përmes relacionit student-profesor, po të na është një relacion pak ma ndryshe, do shta vetë profesionin a bon me kom pak ma tafërt me profesora, mirë po jo gjithë janë të njëjtë, për arsye se ka profesora tillë që halajon atë ndikimin e komunizmit, edhe janë pak të rezervuar, edhe gjithmonë munduar me majtë qëndrimin. Ex katedra.